Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar qytetar, teleshikues të nderuar, besimtar e besimtare. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Ulqinit dhe në emrin tim personal, të njoftoj se dita e nesërme e xuma e premte është fillimi i festës së Fitr Bajramit apo Bajramit të Madh, ku programi do të vazhdoj me faljen e namazit të sabahut në orën 5:20 dhe me pas me faljen e Bajramit në orën 6:30. Andaj, kam nderin dhe kënaqësinë që t'ju uroj këtë fest të begatë. Në njërin anë, ne po e pasojmë apo po e lejmë muajin e madhnueshëm të Ramazanit me një keqardhje, në anën tjetër po fillojmë festën e Fitr Bajramit me gëzim. Të ndershëm besimtar, kjo fest vjen si gëzim dhe si konkluz e një muaji të tërë, siç ishte ai Ramazanit, ku gjithë cili prej nesh kemi realizu ato ibadetet, adhurimet, sakrificet të ndryshme, sadakat të ndryshme, iftare, solidarizime me njëri tjetrin, leximet e Kur'anit, e kështu me radhë, gjitha këto mirësi që ne i kemi bërë dhe i konkludojmë me festim, pra siç është festa e Bajramit. I lutem Allahu xhaleshanuhu që në këto ditë të bekuara, në këto ditë të mira, Allahu xhaleshanuhu të derdh bereqetin, të derdh mirësitë, të derdh begatitë e tija, të marrë në mëshirë në çdo njeri, qoftë i pafajshëm apo njeri tjetër të cilë i ban edhe gabime, dhe i lutim Allahu xhaleshanuhu që gjithë ata njerëz, gjithë ata gjërat se cilat ndodhin gjatë këtyre ditëve, sidomos në botë me luftat të shkatërrimtare, ku prishet paqja njerëzore e kështu me radhë. I lutemi të Madhit Zot që të derdh paqen mbi gjithë njerëzimin, mbi gjithë njerëzit, e në mënyrë të veçantë mbi gjithë ata besimtar, të cilët vuajnë për shekuj apo që vuajnë për vite të tëra nga zullumi i agresorit. Edhe një herë, në emër të Bashkisë Islame, ju uroj gjithëve juve festën e Fitr Bajramit, e Allahu xhaleshanuhu t'ju pranoj lutjet tuaja, e adhurimet tuaja, të gëzoni bashkarisht në familjet tuaj, me të afërmit tuaj, kudo që i keni ato në vend apo në diasporë. Bajraminiz Mubarak olsun. Gëzuar festën e Bajramit.